Mirdita Fieri. Fieri i njerëzve punëtor ku Zoti ka mbledhur bashkë të gjitha pasuritë natyrore, tokat e begata, mineralet, detin, por pasuria më e madhe mbeten e ju, njerëzit e mrekullueshëm të Fierit. Mirë mbrëma, doktor Berisha, mirë se u rikthyet në Fier, për të përmbyllur në këtë qytet ditë të gjata fushate madhështore, në një natë madhështore si kjo. Me energjinë rinore dhe përvojën e një burri shteti, ju sonte keni në krah edhe ata, ekipin e profesionistëve, kandidatët e qarkut Fier, për të cilët dua një duartrokitje të madhe. Të dashur Fierak, në këto ditë të fundit fushate, sot dua t'ju falenderoj me zemër për mikpritjen dhe forcën tuaj, për besimin që i keni dhënë Partisë Demokratike dhe që do ta finalizoni në datën 11 maj. Tani ju ftoj të gjithëve të nderojmë himnin kombëtar. Tani dua ta nisim me juristen Ana Maria Margilaj. E presim në sken. Të nderuar qytetar, të rinj dhe të reja, të dashur prindër, vëllezër dhe motra, të dashur miq, të mit dhe të familjes time. Unë jam Ana Maria Margilaj, mbesa e Viktor Margilaj, dhe jam këtu para jush sot me një emocion të fortë dhe me një besim të palëkundur për ndryshimin që mund të sjellim bashkë. Nuk e kam zgjedhur Partinë Demokratike thjesht si trashëgimi familjare, por sepse besoj në potencialin e saj për të sjellë ndryshimin e nevojshëm për këtë vend. Besoj fuqimisht që vetëm Partia Demokratike ka një projekt për të rinjt. Në këto kohë të pasigurisë dhe të trishtimit, shpesh ndjehemi të humbur si qytetar, faleminderit, si qytetar, si individ dhe si të rinj. Por unë besoj se ka një mundësi për t'i dhënë fund kësaj situate të errët. Partia Demokratike ka një program të qartë dhe konkret për të rinjt, për arsimin, për zhvillimin e vendit dhe për mundësitë që duhet t'u ofrohen brezave të rinj. Në veçanti, Partia Demokratike ka një plan të qartë për t'i dhënë fund një ndër plagëve më të mëdha të shoqërisë sonë, braktisjen e Shqipërisë nga të rinjt. Kjo është një sfidë e madhe që kërkon zgjidhje të menjëhershme. Të rinjt nuk mund të vazhdojnë të ikin nga vendi, nga një vend që ka gjithçka për t'ju ofruar. Programi i Partisë Demokratike ofron mundësi të reja për arsimin, universitetet, mundësitë e integrimit të rinjve në tregun e punës. Ky është një prioritet i padiskutueshëm për çdo të ri dhe për çdo qytetar. Dhe do ju ftoj të gjithëve ta mbështesni. E dim që nuk mund të ndryshojmë të kaluarën, por mund të ndihmojmë në ndërtimin e një të ardhmje më të mirë, më të ndershme dhe më të qëndrueshme për brezat që vijnë. Jemi vetëm 8 ditë larg nga dita e zgjedhjeve, 11 maj, një datë që nuk është vetëm një ditë zgjedhjesh, por një moment vendimtar që do të ndihmojë për të ndarë dy kohë. Njërën 12 vjet të mbushur me korrupsion, krim dhe qeverisje për interesa të ngushta personale
Dhe tjetra, ajo që duhet përqafuar, një të ardhme me shpresë, zhvillim dhe mundësi për gjithë. Kjo është një mundësi për të zgjedhur një qeverisje që është për qytetarët, një qeverisje që ka në fokus të saj arsimin, shëndetësinë, zhvillimin ekonomik dhe mundësitë për të rinjt. Historia tregon se sa herë Partia Demokratike ka udhëhequr, me gjithë modestin e munguar, zhvillimi ka qenë i prekshëm dhe i qëndrueshëm. Ka dëshmuar që premtimet nuk janë vetëm fjalë në letra, por janë veprime konkrete që kanë ndryshuar jetën e qytetarëve dhe kanë sjellë përparim në vend. Për këtë arsye, 11 maj është një moment i rëndësishëm. Kjo është dita kur ne vendosim për të ardhmen në këtij vendi. Unë jam e bindur se të rinjtë e Fierit, Lushnjës, Divjakës, Roskovecit, Mallakastrës dhe të gjithë Shqipërisë do të zgjedhin Partinë Demokratike, sepse janë njisha ne, të rinjt, jemi fuqia që do të nxjerrim vendin nga kjo situatë dhe do të japim fund kësaj situate të trisht për të krijuar një të ardhme më të ndritur. Prandaj sot ju bëj thirrje të gjithëve, të rinjve, prindërve tanë, vëllezërve dhe motrave, t'i shndrojmë këto ditë në energji dhe angazhim për fitoren. Le të tregojmë se mund ta mundim të keqen dhe t'i japim vendit shpresë. Ju falenderoj nga zemra dhe doja përzemërsisht t'i uroja mirëseardhjen zotit Berisha. Për mua është gjithmonë kënaqësi, kam një emocion absolutisht shumë të madh. Shumë faleminderit. Berisha, 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 Berisha. Tani kam kënaqësinë që t'i jap fjalën pedagogut të shkencave sociale, zotit Shpend Gashi. Përshëndetje të gjithëve. Juve nuk e keni iden domethënë se çan deri dhe privilegje është për mua që një qytetar, një djalë i Fierit, të kenë mundësi t'i shikoj qytetarët e vet në sy tani. Dua t'ju them një gjë që me qeverinë që kemi përballë nuk na duhet asgjë për treguar që jemi më të mirët, por dua ta nis me një emocion dhe një falenderim për gjithë qytetin e Fierit, qytetarët e Fierit, që na kanë pritur para 100 vitesh, neve komunitetin kosovar. Dua të përshëndes komunitetin Vlla Çam, që kemi pasur një bashkëtesë fenomenale, dhe komunitetet e nderuara rome dhe egjiptiane që kanë qenë pjesë e këtij komuniteti, pjesë e Fierit, sepse njerëzit, individët e djathtë, nuk i veçojnë njerëzit nga etnia dhe nga raca. Ajo që na ka mësuar familja ime, që kemi gjenezën e kemi në malsinë e Gjakovës, në Gjakov, në Kosovë, ka qenë dinjiteti. Në qoftë se Shqipërinë neve mund ta themi që është një shtet i cili ka bashkëtesë fetare, Fieri ka një veçori tjetër që ka bashkëtesë mes komuniteteve. Pra neve nuk na kanë ndarë as e majta dhe as e djatha për të respektuar njëri tjetrin. Dhe emëruesi i përbashkët e këtij qyteti ka qenë dinjiteti. Në qoftë se neve do pranojmë që kryeministrit na quajë qyryk apo etiketime tjera, në qafë paçin veten, neve nuk do t'i themi Rama ik, ne do t'i themi Larma do të largojmë, sa ai nuk e ka ndërmend t'i. Dhe ne kemi për ta larguar gjithë. Ka vetëm një gjë që dua ta ndaj me juve sot. Të qëndruarit në anën e duhur të historisë. Sot, të qëndrosh në anën e duhur të historisë është të jesh anti-Rama. Dhe vetmja mënyrë që të maksimizohet vota jonë për të larguar Ramën është të votohet Partia Demokratike e Shqipërisë. Vetëm aty merr vlerë vota. Duhet të jemi në mënyrë plebiscitare që ta largojmë. Dhe ky është testi jonë i fundit, nuk ka më domethënë.
Kështu që ju dua të gjithëve, nuk e keni iden domethënë se sa krenar jam që ju flas këtu sot, dhe nuk e keni iden se çfarë dashurie kam për këtë qytet. Akoma ëndrat i shikojnë këtë qytet, se kam 18 vjet jetës time. Ju dua të gjithëve, edhe me fitore, doktor, shumë respekte për juve dhe për ekipin tuaj. Shumë faleminderit Shpend, ndërkohë që unë të prezantova si pedagog, njerëzit po thonin është nga Fieri, është djalë Fieri dhe gjithashtu edhe ata janë shumë krenar për ty dhe që jenë anën e duhur të historisë. Tani është momenti që t'i jap fjalën drejtuesit politik të qarkut të Fierit, zotit Gazmend Bardhi. I nderuar zoti kryetar i Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha, edhe një herë në emër të qytetarëve të qarkut të Fierit, mirë se erdhe në Fier. Faleminderit të gjithëve që keni ardhur sot tu për t'u treguar çdo shqiptari nga veriu në jug se edhe Fieri, qarku i Fierit, i është bashkuar ndryshimit, i është bashkuar fitores së Partisë Demokratike. Nga Fieri në Lushnjë, nga Lushnja në Mallakastër, Divjak, Patos, Roskovec, sot jemi vetëm 8 ditë larg ditës së shumëpritur të ndryshimit dhe fitores. Dua ta nis këtë fjalim timin sot me një mirënjohje të thellë për mira banor të qarkut të Fierit, me të cilët jam takuar gjatë këtyre ditëve, që kanë flakur tutje frikën, presionin dhe intimidimin dhe na kanë hapur shtëpit dhe bizneset e tyre. Na kanë mbështetur, na kanë përkrahur. Ne do të bëjmë gjithçka për të mos zhgënjyer besimin e tyre, për të mos zhgënjyer mbështetjen e tyre të madhe. Ju jam mirënjohës me zemër, mira demokratëve të palodhur, të rinjve dhe të rejave, në të gjithë qarkun e Fierit, që kanë mbajtur gjallë shpresën, që kanë punuar dhe po punojnë me sakrificë dhe do të vazhdojnë edhe 8 ditë të tjera, pa u ndalur për të garantuar fitoren tonë, për të garantuar qeverisjen e ardhshme të Partisë Demokratike, për të garantuar qeverinë e re të qytetarëve shqiptar. Faleminderit me zemër kolegëve të mi. Faleminderit me zemër kolegëve të mi, kandidat për deputet të ekipit fitues të qarkut të Fierit. Jam krenar për ekipin fitues të qarkut të Fierit. Jam krenar për Luanin, për Brunën, për Sajmirin, për Edin. Jam krenar për Pelivan Bufin, për Ledion Qelën, për Gentian Qelën, për Arben Çukon, për Maltin Doganin, për Ardian Feron, për Ajet Gurgurin, për Silva Hasajn, për Arben Hoxhajn, Gentian Koçin, Samena Malenajn, Pajti Murizin, Suzana Numanin, Gersa Rullën, Luljeta Sejkon, Lefation Semanjakun. Ma keni bërë rrugtimin më të lehtë si drejtues politik i qarkut të Fierit. Krenar dhe vetëm krenar për ju. Të dashur qytetar, të dashur fermer, të dashur të rinj dhe të reja, të dashur nëna dhe motra të Fierit. Zotit ju deshën 7 ditë për të krijuar botën. Ne kemi edhe një ditë më shumë për të ndryshuar Shqipërinë. Në 8 ditë ju keni në dorë të zëvendësoni arrogancën e pushtetit aktual me njerëz në shërbimin tuaj. Në 8 ditë keni në dorë
të zëvendësoni zhvatjen 12 vjeçare me mundësin për mirëqënie të familjeve tuaja. Në 8 ditë ju vendosni nëse do të keni një qeveri që u shërben një grushti njerëzish apo një qeveri që pasuritë e vendit i shfrytëzon për pasurim personal, apo një qeveri që nderon punën tuaj, që shërben punën tuaj, që ju pasuron ju. Pyetja në këto zgjedhje është e thjesht. A do ta lini ju akoma jetën tuaj në duart e atyre që ju kanë marrë votën dhe ju kanë masakruar dhe mashtruar për 12 vjet, apo do ja besoni votën Partisë Demokratike të Shqipërisë? Ne mund kemi nisur këtë rrugtim elektoral të ndarë në socialist dhe në demokrat, por 8 ditë përpara zgjedhjeve ne na duhet i themi njëri tjetrit duke e parë në sy se jemi njësoj të varfëruar, jemi njësoj të vjedhur, jemi njësoj të papunë, jemi njësoj të pashpresë në këto 12 vjet me përjashtim të një grushti të vogël që kanë shtë në dorë gjithë pasuritë e vendit. Prandaj të nderuar, socialistë të ndershëm të qarkut të Fierit, le të bëhemi bashkë në 11 maj. Zëri ynë do të jetë edhe më i fortë, fitoria jonë do të jetë edhe më e madhe, e ardhmja jonë e përbashkët do të jetë edhe më e mirë. Kjo është thirrja ime. Për çdo socialist të ndershëm kemi takuar me mira që na thonë se po presin 11 majin për të marrë borxhin 12 vjeçar që Edi Rama nuk ja ktheu kurrë në shërbime dhe punë dhe duke votuar Partinë Demokratike votojnë për të ardhmen e tyre. Kjo është thirrja ime për ata votues që akoma nuk e kanë ndarë mendjen. Refuzojeni arrogancën e Edi Ramës dhe Belinda Ballukus. Refuzojeni zaptimin si band me njerëz të importuar nga Tirana në çdo qytet të qarkut Fierit që thjesht ju kërkojnë votën dhe do t'ikin siç kanë ardhur, pa asnjë ndjeshmëri për hallet dhe shqetësimet tuaja. Mos e vendosni partinë përpara familjes tuaj. Ne nuk kemi luksin të gabojmë, ne jemi të dënuar të mbajmë premtimet, të ndryshojmë Shqipërinë, të sjellim mirëqenie, punë, pasuri në çdo shtëpi në qarkun e Fierit. Ne kemi nevojë për shpresë. Ne kemi nevojë për shpresë, jo për frikë. Ne kemi nevojë për një qeveri me fytyrë njerëzore, jo për banditë të veshur me pushtet që ju trajtojnë çdo ditë edhe në fushat me arrogancë, pa dinjitet, ju mashtrojnë, ju fyen, ju varfërojnë, ju detyrojnë të ikni nga vendi juaj. Ju keni fuqinë që me votën tuaj t'i jepni vendit ndryshimin që i duhet. Shqiptarët kanë duruar shumë këto 12 vjet. Këtu në Fier, në kryeqytetin ashtu quajtur të Partisë Socialiste, kanë duruar akoma edhe më shumë. E di zhgënjimin është shumë i madh dhe e di që keni vendosur të ndaheni nga dështimi 12 vjeçar i Edi Ramës. Fieri nuk do duroj më edhe 4 vjet të tjera dështim me mashtrim. Ju keni në dorë të vendosni që të mos jetoni edhe 4 vite të tjera të këqija për hatër të traditës apo partisë. Partia nuk ja ndjem për ju. Partia ka sjell këtu dikë që quhet Belinda Balluku, që s'ka as më të voglën ndjeshmëri për hallet tuaja, sepse nëse do të kishte, ka patur të gjithë pushtetin gjatë këtyre viteve për t'i dhënë zgjidhje halleve tuaja. Partia ka sjell këtu dikë që pas çdo buzëqeshje falco fshe miliona euro të vjedhura nga ardhmja e fëmijëve të qarkut të Fierit. Ne nuk e kemi luksin të rënohemi edhe 4 vjet të tjera për të pasuruar një grush njerëzish që jetojnë mes milionave dhe miliardave të korrupsionit. Ata nuk e dinë çfarë do të thotë të punosh me ndershmëri siç punoni ju. Nuk e dinë ç'do të thotë të sakrifikosh, të votosh Edi Ramën dhe Belinda Ballukun edhe 4 vite tjera, do të thotë të luash bixhos me jetën e fëmijëve tuaj, duke e ditur se është një bast i humbur. Mos ja dhuroni
Mos ja dhuroni jetën tuaj atyre që nuk ju kanë në llogari. Mos ja jepni votën atyre që janë tallur me ju për 12 vjet. Ju kanë mashtruar dhe ju kanë varfëruar. Të dashur qytetar Firak, këto zgjedhje kanë treguar diçka të rëndësishme. Ne nuk jemi njësoj. Ata kanë një kryeministër me një hall të madh, Edi Ramën, i cili don vetëm pushtetin për vete. Partia Demokratike dhe Sali Berisha ka një tjetër objektiv. Është misioni i Partisë Demokratike dhe misioni i jetës Sali Berishës për t'i dhënë shqiptarëve punë, shtëpi, shkolla më të mira për fëmijët, rroga dhe pensione më të larta, subvencione për fermerët. Shqipëria e para është ylli ynë polar dhe me votën tuaj duam të ndjekim vetëm këtë yll. Kur të votoni të dielën e ardhshme, keni një pyetje për t'i bërë vetes. A jeni më mirë tani se 4 vite më parë? Në mira takime që kam patur me ju, më keni thënë jo. Nuk jemi më mirë, madje më keni konfirmuar që kur nuk keni qenë më keq se sot. Atëherë bëjni pyetje, edhe një pyetje shtesë vetes. A mund t'jeni më mirë 4 vitet e ardhshme me një qeveri të re që ka një alternativë, të mbaj premtimet e dhëna dhe të ndërtoj çdo ditë rrugën e suksesit për veten dhe shqiptarët? Kjo qeveri e re është qeveria e Partisë Demokratike me kryeministër Sali Berishën. Sot ju premtohet një tjetër mashtrim, pasaporta europiane, po është një lloj si çdo mashtrim tjetër 12 vjeçar që ka dhënë Edi Rama. Ai që nuk i del për Zot, premtimeve që i ka vetë në dorë, tani ka filluar t'i premtoj qytetarëve shqiptar gjëra që as nuk i ka vetë në dorë. Kujtojni se është PD dhe Sali Berisha që liberalizoi vizat dhe Edi Rama me Belinda Ballukun që bllokuan integrimin në 8 vjet në opozit dhe në 12 vjet në pushtet. Është PD dhe Sali Berisha që antarësoi vendin në NATO dhe Edi Rama me Belinda Ballukun që protestonin kundër aleancës së NATO-s. 12 vjet në pushtet dhe në qarkun e Fierit nuk ka ende ujë të pishëm 24 orë. 12 vjet në pushtet dhe kudo shef varfëri ekstreme. 12 vjet në pushtet dhe në Fier, në Lushnjë, në Divjak, Roskovec, Mallakastër dhe Patos, thuaj se fshatrat janë shpopulluar. Nuk na duhen edhe 4 vitet të tjera me këtë të keqe të madhe. Sot është koha të tejkalojmë ndarjet politike. Është koha të bëhemi bashkë për të vendosur vetë se si do jetë e ardhmja jonë. Së bashku ne mund të jemi më të fortë, më të begatë. Të bëhemi bashkë të gjithë, demokrat, socialist të ndershëm, të pa parti, të zhgënjur, të pa shpresë, ju që dyshoni dhe me të drejtë dyshoni, të rinje të reja që doni suksesin, ju që nuk e ndani vendin ton në të atyre dhe në tonët, ju që votoni për herë të parë. Të bëhemi bashkë për të dhënë gjithë një mesazh. Ndryshimi është i mundur dhe është i mundur vetëm me Partinë Demokratike. Ne jemi alternativa më e mirë për Shqipërinë. Ne, askush tjetër, jemi shpresa e vërtet për një Shqipëri më të mirë. Jemi shpresa për punë, shpresa për begati, shpresa për të ardhme më të sigurt, shpresa i ka mbajtur gjallë shqiptarët në ditët e tyre më të errta. Shpresa na ka bërë më të fortë atëherë ku mendonim gjithë se ishim të shkatruar. Shpresa na bashkoi, shpresa është ajo që do na çojë të gjithëve bashkë drejt fitores. Shpresa është zgjedhja jonë, është zgjedhja e çdo shqiptari ndershëm. Ne as jemi dorëzuar dhe as dorëzohemi. Fieri do të fitoj me Partinë Demokratike dhe me Sali Berishën. Shqiptarët do të fitojnë me Partinë Demokratike dhe me Sali Berishën. Mos u ndalni edhe 8 ditë. Trokisni në çdo derë, trokisni në çdo zemër, flisni me shokët, flisni me miqt. Takoni të afërmit kudo ku i keni. Bindeni të votojnë për shpresën, të votojnë për Partinë Demokratike të Shqipërisë. Edhe 8 ditë
luftoni, mos u dorëzoni, rezistoni dhe do të fitojmë. Le të fitojmë së bashku për çdo votë. Ndryshimi është në dorën tuaj. Bëheni ato të mundur për veten, bëheni të mundur ndryshimin për familjet, për fëmijët tuaj. Edhe 8 ditë fitore, fitore, fitore! Shumë faleminderit zoti Bardhi, ju I përmendët emrat e tyre, por unë do t'i përmend sërish sepse ata duhet të ngjiten krah jush. Tani zonja dhe zotrinj është momenti që të prezantojmë listën fituese të qarkut të Fierit. Duke filluar me Gazmend Bardhi, Luan Baçi, Brunilda Haxhiu, Sajmir Korreshi, Eduard Sharka, Pelivan Bufi, Ledion Çala, Gentian Çela, Arben Çuko, Maltin Dogani, Ardian Fero, Ajet Gurguri, Silva Hasaj, Arben Hoxhaj, Gentian Koçi, Samena Malenaj, Pajti Murrizi, Suzana Rama, Gersa Rudha, Lulieta Seko dhe Fatjon Semanjaku. Tani zonja dhe zotrinj është momenti t'i jap fjalën liderit Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berishës. Të dashur qytetare dhe qytetar të Fierit, Lushnjës, Roskovecit, Patosit dhe të gjithë këtij qarku të bekuar, përshëndetjet e mia më të përzemërta, nderimet e mia më të mëdha për ju, njerëz të mrekullueshëm të këtij qarku. I dashur zoti Gazmend Bardhi, drejtuar udhëheqës politik I Partisë Demokratike dhe Aleancë për Shqipërinë Madhështore në qarkun e Fierit, të dashur kryetar të Partisë Demokratike të degëve të këtij qarku, të dashur kandidat për deputet në Kuvendin e Shqipërisë, Kuvendin e Arshëm të Shqipërisë, përfaqësues dinjitoz të qytetarëve të qarkut të Fierit dhe të mbarë Shqipërisë, krenari e vërtet për Fierin, Partinë Demokratike dhe Shqipërinë. Shpreh kënaqësinë e madhe sepse vi sot tek ju. Vi sot tek ju, pasi ju, burra dhe gra, djem dhe vajza të këtij qarku dhe në mbarë Shqipërinë, e zgjuat në zemrat dhe mendjen e shqiptarëve, shpresën që po venitej, rikthyet tek ata, shpresën e madhe, rikthyet tek trit shqiptar, ëndrrën e tyre të bukur shqiptare, rikthyet në rrugë dhe sheshet e këtij vendi, në zemrat dhe mendjet e shqiptarëve, dritën e fitores me 11 maj, e fitores historike, e ndarjes tonë nga një periudhë
ndër më të pamerituarat në histori, nga një regjim që në 12 vite shkretësoj Firin dhe Shqiprin më shumë se çdo luftë, çdo pushtim, çdo fatkeqësi natyrore në gjitha kohrat, nga një regjim i cili në vend që të mundësonte që shqiptarët nga vitin vit të jetonin më mirë me punën dhe djersën e tyre, bërja që ata të varfrohen, sofra e tyre të paksohet gjithnjë më shumë, dhe alternative vetë me umbeti atyre të marrin rrugë të dheut. Nga një regjim kryeministri i cilit kur erdhi 12 vite më parë në pushtet, e keni parë, mos harroni kurrë, kalonte krenarisht nga një studio televizive një studio tjetër, duke u treguar qytetarëve të vet hekurat për t'u faktuar se është biri një xhelati që urronte varjen e disidentëve, dhe që në një vit arrestoi 37.000 shqiptarë për kauza, për çështje civile, për të cilat s'arrestohet kush njeri në botë. Miqtë e mi, kjo natë 12 vjeçare ka një fund, dhe fundi i saj është fitoria e çdo shqiptari me 11 maj. Shqiptarët dhe shqiptarët, pas një natë të tillë, u ngriten si Feniksi nga hiri në zenit, dhe vinë sot më të sigurt se kur në fitoren e tyre plebiscitare, fitoren e çdo shqiptari, fitoren e Fierit dhe të Shqipërisë. Rrof shiu, rrof Fieri, rrof Shqipëria. Pra sot ju, qytetarë në këtë shesh dhe qytetare, opozitar dhe opozitare kudo që jeni, keni ndur tuaja më të mrekullueshmen, më të shumë priturën, më madhështoren, fitoren, fitoren, fitoren. Në 8 ditë, në 8 ditë e net, ju do ta shëtisni atë në çdo votër shqiptare, në çdo mendje, në çdo zemër. Ajo s'është e jona, është e gjithë shqiptarëve. Ajo është e të gjithë atyre që i thonë dignitetit njerëzor dignitet, që i thonë liris liri, të gjithë atyre që besojnë tek familja dhe vlerat e saj, që besojnë tek Shqipëria dhe vlerat e saj. Miq, e vërteta është se sot me programin e Fierit madhështor dhe Shqipërisë madhështore, shqiptarët janë më të bashkuar se kur në historinë e tyre. Ndaj dhe këto 8 ditë duhet të bëjmë në atë ditë fjalën mjalt
të trokasim në çdo zemër për t'u bashkuar në një moment epik për kombin, në një moment që ne ndajmë epokat. Një djalë nga Veriu më shkruante sot në një mesazh. Më thoshte unë u martova në Fier me një vajzë nga Fieri, por problemi im është se Krushqia është e majtë dhe më thot se ne nuk i votojmë ata, se ata janë pakic këtu, se ne s'kemi pse t'i votojmë. Dhe ai më pyet mua, çfarë t'u them unë atyre? Tani unë këtu, para jush, do t'u jap një përgjigje Krushqisë së këtij dhëndri nga Veriu. Sot, opozita nuk është me kurrë pakic. Sot, çdo shqiptar i cili konsideron dignitetin njerëzor si shtyllë kryesore të lirisë dhe ekzistencës saj, është me opozitën, dhe ju të dashur familjar të këtij dhëndri demokrat jeni me opozitën. Ju jeni me opozitën sepse në rast se në familjar tuaj keni të moshuar dhe pensionist, opozita në 11 maj, në 100 ditë të para, u rikthen dignitetin pensionistëve të familjes tuaj dhe të gjithë familjeve shqiptare. Në 100 ditë të para, në një akt respekti, detyrimi madhor ndaj tyre, detyrimi madhor për kontributin që ata kanë, në një akt mirënjohje për çfarë kanë bërë ata për Fierin dhe Shqipërinë, ne vendosim minimumin jetik për çdo shqiptar 200 euro. Ne vendosim pensionin minimal 200 euro. Ne vendosim statusin e minatorit për çdo qytetar të këtij qarku që ka punuar në naftë. Ne vendosim rrogën minimale 500 euro. Ja pra, të gjithë ata që janë me këto janë me shumicën, dhe janë shumica. Ne jemi sot shumica e shqiptarëve pakic, e dikush janë pakic sot, pakic janë Edi Rama, Lubi Balluku, që plaçkisin, grabisin. Ju, pensionistët, rrogtarët, mësuesit, mjekët, naftarët, grabisin me miliarda euro dhe pastaj bëjnë fushatën alla Zeqineja, apo Zeqeria, si quhet kjo. Jo të dashur, familjar të dhëndrit, pra ju jini me ne, sepse ju nuk mund të mohoni se të trajtosh pensionistin me një pension që si mjafton as për kafshatën,
të trajtosh pensionistin me një pension që s'blen do t'ilaçet. Është krim. Pa diskutim që hyjni me ne, se të lësh të smurt në spital onkologjik pa ilaçe dhe të lash makinen si që bën Lubia me 10.000 euro në muaj. Është krim kundër njerëzimit dhe asnjë firak edhe firak, asnjë shqiptar edhe shqiptar i ndershëm nuk mund t'jenë me ata që kryejnë krime kundër njerëzimit, krime kundër shqiptarëve. Miqtë e mi, te ditë kanë mbetur, ndaj dhe ne të trokasim tek çdo qytetar, tek çdo biznesmen i Fierit, të garantojmë atë se pavarësisht gabimit të tij, ne kemi vetëm një qëllim, suksesin e biznesit ti. Kemi një qëllim, zgjerimin e biznesit ti, punësimin e tjerëve në biznes. Në këtë kontekst, biznes të vogla, 100 ditë e para do paguajnë energjin, pas 100 ditëve vetëm 6 lek kilovati. Hapësirat publike 5 herë më lirë. Tarife ujtë do përgjysmohet. Bashkitë do mund vendosin kur. Taksa dhe tarifa më shumë se 1% të xhiros. Do ketë kredi të buta për start-up dhe biznes të vogla. Biznes të mëdha do ketë një alat të vërtet tek qeveria ardhshme. Tatim fitimi 10% më i ulti në Europë. Të vëshëja 15%. Po kështu, le t'i them këtij dhanërit se nuk më tregoj, e kishte në qytet apo në fshat Krushqin. Në rast se i ka fermer, në rast se e një fermer, qeveria ardhshme, për çdo fermer të Fierit, Lushtjes, Shqipërisë, do t'ja 5 herë më shumë subvencione për çdo fidan të miell, për çdo kokë bakti, për çdo njësi prodhimi. S'bëjmë asgjë tjetër, veç se u barazojmë me fermerët e vendeve për rreth. Ja pra, se ky program është programi më bashkues i shqiptarëve, i bashkon ata në ditët njerëzor, i bashkon ata në punësimin, i bashkon ata në mirëqenjen, i bashkon ata në kujdesin shtetësor, i bashkon ata në shkollim në fëmijëve të tyre, i bashkon ata në një qëllim tjetër, madhor, sublim, rikthimi i Shqipërisë dhe shqiptarëve në moshën e rinisë tyre. Kombi ka humbur rinin, kombi ka humbur moshën e rinisë. 600.000 të ri u larguan në 10 vite. Mos harroni, çfarë do që t'jeni, demokrat pa Partisë Socialiste, mos harroni, se sot ne takohemi njëri me tjetrin, duke qenë kombi me lindshmërinë më t'ullt në botë për shkak të migracionit. Çfarë do thot kjo? Kjo do thot se duhet bëjmë çdo gjë për të rikthyer të ardhmen këtij vendi, për të rikthyer rinin. Qytetarë dhe qytetare të Fierit, adhetar patriot, me këtë program ne do kthejmë qindra mira të rinj shqiptar që morën rrugë të dheut këto 10 vite. 5 vite pas 100 dark, taksa, kredit buta për shtrëhimin e tyre, për biznesin e tyre. Shqipëria ka nevojë për ëndrrën e tyre. Ëndra e tyre është ardhmja e Shqipërisë.
I garantoj se shkollat e tyre do modernizohen, se buxheti për arsimin do të dyfishohet, se s'do ketë pengesë për universitet mesatar dhe asgjë tjetër, dhe se pas përfundimit do paguen sigurimet shoqërore tek çdo punëmarrës që punëson të rit. Do financohen me grante dhe kredi startupet e tyre. Dhe një çati, shteti do garantojë çifteve të reja me një grant 30.000 euro. Po. Prap. Të mos harrojmë se kombit i kemi borxh rinin, ndaj dhe asgjë në botë s'do mund na pengoj pa rikthyer kombin shqiptar në moshën e rinisë tij. Por miqtë e mi, nata 12 vjeçare vazhdon edhe këto muaj në formën më të shëmtuar. A e shifni ju një njeri që ka qeverisë 12 vjet dhe nuk del dot para jush tu numëroj një sukses të vetëm. Nuk del dot. Ka 3 muaj që ju flet ka 3 muaj që flet për knet, për buf. Ka 3 muaj që sillet si hokatar, si kloun, nga skena në skenë, dhe që refuzon. Burreci 2 metra gjatë nuk guxon të ballafaqohet para jush në studio televizive apo në sheshet qyteteve. Jo vetëm kaq. Jo vetëm kaq. Jo vetëm kaq. Jo vetëm kaq. Po urdhron edhe zëqinet e tij mos pranoni konfrontim ballafaqim. Mos pranoni debatet me këto zonja dhe zotëri, të cilat janë detyrim absolut, qytetar, zyrtar, moral, ligjor. Ai që djen me të kërku votën, duhet ketë kurajo të dalë para teje. Duhet ketë kurajo të paraqitet me të gjithë arritjet dhe dështimet e tij tek ju. Por ai në vend të debatit, në vend të transparencës, paraqet vallet e Lubi Ballukut, piskamat e Zeqines dhe sfundi Lamborghinin e Nojzit. O miq, po Lamborghini ti kushton miliona. Ai kushton ai Lamborghini, ai ta gëzoj se e ka nga fitimet e tij me këngën, po ai nuk është pension. Ai kushton sa 10.000 pensione, sa 50.000 pensione. Si të kushton, djeg si Tiranë, si Zhdukur, 130 milion. Ja ti them dhe njëherë,
krushku të ndëruar të demokratit, po si mund t'jesh ti me atë që ka zhdukur 130 milion euro? Taksa tuaja, pavarësisht çfarë je, demokrat, socialisti, pa parti, po ajo është mundë dhe djersa jote. Ku janë? Ku janë 130 milion euro? Ku është djegësi i Thierit? Që e shetit në Vërdal dhe sot është një llamarin që s'punon? Ku janë? Ku janë? 110 milion euro të Beketit? Ku janë? 21 milion euro udhëtime me avion taksi? Ku janë? 33.000 euro shishja e Roman e Kontit? Pranaj dhe urdhri, mos dilni para qytetarëve, mos u ballafaqoni me qytetar, po ai që fshihet është me i liku. Me i keq se ai që bën është ai që fshihet, se ky është dhe pa kurajo fare. Ai edhe ka bërë, edhe kurajo s'ka. 11 maj po vjen. Edi Rama është fundi yt. Miq, e mbajta këtë fjalim duke dialogue me një të panjohur. E bëra edhe nga dëshira ime e zjarrt që kam të mos maj fjalime, por të takoj vetëm qytetar, të diskutoj me ta, të arsyetoj me ta, dhe kam bindje se ky është programi më i mirë që Shqipëria ka patur ndonjëherë. Kam bindje se ky program është programi i Thierit madhështor dhe i Shqipërisë madhështore. Në 8 ditë, fitoria është në duart tuaja. Fitoria pret që ju ta çoni në çdo zemër shqiptare. Rof Shiu, rof Thieri, rof Shqipëria. Fitore, fitore, fitore. Calma,